A dolem fjallët e mija vlozën e motra që më thëshin do janë Münhem pi kryna pro le qëndrimet Kroat, Sloven pi këthejna në ato Gjerman. A u arrestun pro shumë zyrtar edhe Gjerman të Austrën da bëhërdës. Ju henën policia raci dhe gjetën manipulime pro që unë kry gjona me pages pro falc, si unë kry njërë ligjore. Si që kumë honë anët e kaluarën, nuk flasë këtë, jo me të vërtet një eksperti që eshtë të migracionit, me kualifikime që i thujmë këtu përveç kualifikimit bazë me shumë vajta bildungen, që i kumë bo pro e din këta që jenë në Gjermani. Për atë arsye bëni kujdes, mos ju besoni njerëzve se nuk do me thonë që kumë honë vetëm për shqiptarë, ma shtru s'ko dhe Gjerman, ma shtru s'turq, pro që punojnë aty, por ja që dul ashtu si që kumë thonë une. Pro nuk thejhet le qëndrimi Kroat, viza punës Kroate në atë Gjermane, pro e kufizuara, ju e përgjithshmja. Pro këtu ju kanë marrë pare njerëzve në München, në Munich, pro duke ju premtu që kanë mjau. Këtu ja kanë dhonë ka i fikcion zbeshaj një gungë, e kështu me rollë, dika ne kanë rejtë kështë po ta pranojmë azilin, ajde shkryu azil, duke ju marrë shumë ma pro të parove ka 15.000, 20.000. Edhe përfundimi peshini ku erdhë, apet nër pikën 0 edhe plus me ka i vej për penole mrapa. Që do të thëtë, halo ma keq, si kur të kishim vepru, se kjo punë nuk është ashtu, unë ju e dini që ka është që shumë vite, jam të ju thonë, mos hinin ato lojna, se me të vërtet përfundimi ju vjen i keq. Kur thëmë përfundimi i keq, vjen se zbulohesh edhe plus të lepitet një vepër penale mrapa, mo nuk je i pastërt në sistem Gjerman. Për atë arsye ju thëjsh edhe testet, mos bleni teste, largoni, bojkotoni këta njerëz që jënë dallavergji, se koha ke po dallavergjien e gjonë shpejt. Edhe për pak pore, për pak e për shumë më ndryshme, pro të rrenë skuqet sa e ko prioritet porën. E për atë arsye bëni kujdes, pro se peshini që edhe këtu egzistojnë dallaveret. Edhe kur thome egzistojnë dallaveret, ja sheni sherin aty në dallaverën, edhe e ju kushton shumë, edhe ja sheni sherin pro për të njëtën. Unë nuk po e komplikoj ma shumë këtë video, unë ju përshëndes të gjithve me respekt, Muhammed Bajram Mehmeti, kaloni sa ma mirë.